Unë ju falenderoj të gjithë juve, se cilën që keni punu pa ndonë. E keni ndërtuar këtë fitore që po e kremtojnë sonte dhe që shënon një kapitull tri, edhe për Mitrovicën, edhe për Republikën e Vjerë. Apo mundesh, nëse të të Vendosur pjesëmarrës të këtij të bimi festiv, me të vendosja është hera e 4 që garon në zgjedhje komunale. Herën e parë, vitin 2013, e kena fitur një komunë. Herën e dytë, vitin 2017, 3 komuna. Herën e tretë, vitin 2021, 4 komuna. Dhe tash, vitin 2025, 7 komuna! Jo vetëm që kena fituar. Jo vetëm që kena fituar bashkë. Jo vetëm që kena fituar bashkë me qytetarët. Por, ata kanë humbur duke u bërë krejt bashku në rreme. Katër komunat që kena shevris në 4 vjetë të kalume. Përveç që i kemi majt 4 komunat që kena shevris në këto 4 vjetë, Podujevën, Gjilonin, Kamenicën dhe Shtimën, i kena fitu Fush Kosovën, Obilishin, Mitrovica!
dalë asnjëherë dhe dua të falenderoj komisionerët, vëzhguesit tonë, votuesit, vullnetarët, veçanti Arben Murën, Arjeta Fejzën e Ragin Bakirin. E tash të rejat fjallën, top 3 Mitrovicës, unë Faton Pesi. Patriotizmit, e kulturës, e sportit, si e tillë të tjerë për herë, e sa të ditë e fundit, kur disa bandit kanë mendu që kryeministri nuk është të kopë. Kryeministri sa ditën e ka fillu në Prishtinë, ka vazhdu me kofën kush Kosovë, Mandej në Bilic, në mushtrien Mitrovic, nuk lejojmë ne si qytetarie Mitrovicës që prezenca e shqiptarit ma patriot të shihet me sy kritik e disa të cilët synojnë e mendojnë se Albin Kurti është i papranueshëm në Mitrovic, sot e ka tregu Mitrovic. Minimalisht do të pritet çdo herë me respekt për shkak se është personaliteti dhe figura që ka mundësu në rinë e Mitrovicës. Lirin që kemi pasi e në rinë, Albin Kurti e ka spostu për ma shumë se 50 km. To është qytetar Mitrovicës. Ashtu sikur se kom thonë Fushon, e as 1 milimetër nuk tërheqen pas. As kush nuk ka nevoj të ndihet i humbur Mitrovic, unë jam kryetari gjithë juve, na t'ju shërbej në vlerë, Kosovës. Faleminderit për këtë prezencë, faleminderit për këtë entuziazëm, faleminderit për vullnetin e jashtëzakonshëm. U jam mirënjohës sa nuk thuhet me fjalë, do t'ju shërbej